Për dallim nga kryeministri Mickoski, kryetari i partisë opozitare LSDM, Venko Filipçe, ka deklaruar se qytetarët po përballen me rritje të çmimeve dhe përkeqësim të standardit të jetesës, duke akuzuar qeverinë për mungesë masash konkrete në menaxhimin e krizës ekonomike. Sipas Filipçes, qytetarët po e paguajnë shtrejt pa aftësinë e qeverisë. Tezhok se kujnë život na građanite? Qytetarët sërish po i paguajnë shtrejt për hallat dhe pa aftësinë e kryeministrit Mickoski, po i paguajnë me xhepa bosh dhe me frigorifer bosh. Ne kemi paralajmëruar me kohë se nevojiten masa konkrete për të ndihmuar qytetarët, por qeveria nuk ka ndërmarr asgjë. Ai theksoi se LSDM ka propozuar masa konkrete për lehtësimin e barës financiare për qytetarët, por ato, sipas tij, janë refuzuar nga qeveria. Kemi propozuar uljen e TVSH-s për karburantët në 5%, për produktet bazë ushqimore në 0%, uljen e akcizave për 4 denar dhe përgjysmimin e çmimit të pikave të pagesave rrugore. Këto masa do të kishin efekt real për çdo familje, por u refuzuan. Filipçe shtoi se masat e mëvonshme të qeverisë kanë qenë të vonuara dhe të pamjaftueshme, ndërsa çmimet sipas tij tashmë kanë shënuar rritje të ndjeshme. Ai kritikoi edhe deklaratët e qeverisë për gjendjen ekonomike në vend, duke thënë se ato nuk përputhen me realitetin. Për të tejkaluar këtë gjendje, ai kërkoi masa urgjente për mbrojtjen e qytetarëve.